Besimtarët e krishterë të Dajqit të Bregut të Bunës kremtuan festën në nderim të Shën Jozefit me një procesion solemn në rrugët e fshatit, të shoqëruar me lutje dhe devocion. Aktiviteti fetar i parapriu meshës së shenjtë, e cila u drejtua nga Don Mikel Pëllumbaj në kishën e Dajqit, që i kushtoi pikërisht i shenjti. Shën Jozefi njihet si pajtori universal i kishës dhe figurës së rëndësishme në besimin e krishterë. Gjatë kremtimit, famultari i Dajqit Dom Dritan Doci theksoi se përkushtimi ndaj Shën Jozefit nuk kufizohet vetëm në kishë, por dhe jeton në zemrat e besimtarëve. Kisha e këtij fshatit është kushtuar Shën Jozefit dhe si thash, sipas një traditet që ka shumë vite, është bërë një shtektim i shkurt nëpër rrugët e fshatit, simbolisht shtektimit tonë të mbrëmshëm që duhet bëjmë në ndjekjen e Krishtit, dhe ky shtektim është bën pas trupores së Shën Jozefit, i cili është ai që ka mbrojt Jezusin foshnjë në këtë botë dhe zojën e bekuar, e kështu nga papët me kohë e shpallë dhe pajtori i kishës së mbar botës, sepse mbron edhe kishën që është shtektare në këtë botë. Dhe këtu më kujtohet një fjalë e shejtës Tereza të Avilës, e cila ishte shumë e devotshme ndaj Shën Jozefit dhe thoshte: kam përshtypjen sot se gjitha hiret që mund të kërkojmë Krishtit përmes Shën Jozefit na jepen, edhe nëse nuk besoni, thoshte, bëheni provë vetë, sepse Jezusi është bind Shën Jozefit në gjithçka në këtë botë. Kur ishte Krishti pra në këtë botë si njeri, i bindej Shën Jozefit që kishte syat. Kjo festë rikonfirmon dhe njëherë traditën dhe besimin e fortë të komunitetit, duke mbledhur besimtarët të një kremtimi të përbashkët në nder të Shën Jozefit.